Dëbora dhe temperaturat e ulta të ditëve të fundit kanë dëmtuar pemët frutore, veçanërisht për ato që ndodhin në fazën e hershme të çeljes. Sipas specialistit të bujqësisë, Arben Hysolli, më të rrezikuara janë kulturat me bërtham, si bajamja, pjeshka, kajsia, qershia dhe kumbulla. Atëherë, sipas kulturave, më të rrezikuara do të jenë kulturat bërthamore, kajsia, bajamja, pjeshka, kultivarët e ershëm të kumbullës, kultivarët e ershëm të qershisë. Monitorimi do të jetë nga ana tonë i vazhdueshëm dhe do të shikojmë rreth 72 orë nga dita e sotme për të parë ecurinë e shkallës së demit. Sipas fermerëve Pëllumb Osmani dhe Ulson Bame nga Belortaja, drurët frutor që kishin çelur janë dëmtuar, ndërsa sipas tyre nga drejtoria e bujqësisë nuk ka shkuar askush për t'i parë. Temperaturë sidomos ato që kanë çelur janë prishur me kajsime, me pjeshkë, me çkenj, domethënë to bajame janë prishur. Qershia është një çik si me rezistueshme se nuk ka çelur akoma, po gjendet prapse dhe ajo do falimentohet. 3 ditë të rresht temperaturat ishin shumë të ulta. Edhe tani neve, siç të thash, do shikojmë më vonë atë ecurinë që ka bima, se nuk janë në çelje të plotë, edhe dëmtimi mund mos jetë edhe shumë i madh. Po defektet do ketë. A ka pasur monitorim, vëzhgim nga ana e specialistëve? Nga kush? Kjo është zero. Për të minimizuar pasojat, ekspertët këshillojnë fermerët të monitorojnë nga afër të mbjellat e tyre dhe të marrin masa mbrojtëse.